Një konferencë e përbashkët mes SPAK dhe autoriteteve gjyqësore të Barit në Itali, mbajtur në Tiranë mesditën e 21 maj 2025, do të zbulonte për herë të parë urën që ishte ndërtuar mes një grupi kriminal në Durrës dhe 2 të tjerëve në rajonin e Puljas në Itali përgjatë 5 viteve të fundit. 52 persona të proceduar penalisht, mes tyre 40 shtetas shqiptar dhe 12 italian, tregonin konsolidimin, kompaksinë dhe diversifikimin e mënyrave dhe llojeve të ndryshme të drograve që këto grupe kriminale trafikonin me shtrirje transnacionale, që nga linja e vështirë e trafikimit të heroinës në trekëndshin Turqi, Shqipëri, Itali, deri tek lehtësia e porositjes së kokainës nga Ekuadori dhe sjelljes së saj në portet europiane. Përse u zgjodh emri Ura? Emri i operacionit Ura është zgjedhur për hetimin nga ana autoriteteve të antimafjas së Barit në Itali. Ky emër në gjuhën shqipe është zgjedhur nga ana e autoriteteve italiane sepse i referohet lidhjes midis organizatave kriminale shqiptare dhe atyre që veprojnë në territorin e Barit të Italisë, të përfshira konkretisht në trafikun ndërkombëtar të drogës. Prandaj, emërtesa Ura është ndoshta një përkthim ose interpretim i Ura, duke reflektuar konceptin kryesor pas emërtimit të operacionit, duke theksuar lidhjen midis grupeve kriminale të përfshira në trafikun e drograve midis Shqipërisë dhe Italisë. Kush janë 3 grupet kriminale që formsuan urën italiano-shqiptare? Bazuar në analizën e dosjes italiane të hetimit, 3 grupet kriminale të përmendura janë: 1. Grupi shqiptar i Xhevdet Tromplinit ose Pojo i Durrësit, një grup i cili është i bazuar në Durrës dhe ky grup i drejtuar nga Xhevdet Tromplini përshkruhet si një grup i fuqishëm në Durrës, por jo vetëm. Bashkëpunëtori i drejtësisë shqiptare, Nureddin Dumani, deklaroi se ky grup ishte operatori më i fuqishëm në Durrës në vitet e fundit, i përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogës me lidhje në të gjithë Evropën. 2 grupet e tjera janë në rajonin e Puljas në Itali, që veprojnë konkretisht në territorin e Barit dhe provincën e tij, e më konkretisht, klani Palermiti. Ky përshkruhet si një klan mafios që vepron në lagjen Japigja të Barit. Burimet thonë se ky klan është i përfshirë në trafikun e drogës dhe u siguron drogë përdoruesve dhe shitësve. Individ si Domenico Milella u takuan me antar të këtij klani. Eugenio Palermiti, i njohur si Il Nono Gjyshi, përmendet konkretisht në lidhje me këtë klan dhe drejtuesi i tij. Palermiti përdori pushtetin e tij për të friksuar dhe përndjekur disa bashkëpunëtorë të drejtësisë dhe familjet e tyre përgjatë viteve 2021 dhe 2022, duke u përpjekur të merrte tërheqjen mbrapsht të deklaratave të tyre. Në shkurt të vitit 2024, Eugenio Palermiti u arrestua pas një urdhri gjykate ku akuzohet për krime të shumta. Autoritetet italiane thonë se lidhur me afërsinë e grupit nën hetim me organizatat mafioze që veprojnë në provincën e Barit, siç është theksuar në hyrje të materialit voluminos të autoriteteve italiane, dhe veçanërisht e rëndësishme është ajo që doli në pa gjatë hetimeve në lidhje me nevojën që të dyshuarit shqiptar të përfitonin nga mbrojtja penale e udhëheqësit të klanit Palermiti dhe më konkretisht Eugenio Palermiti, në mënyrë që të ishin në gjendje të kryenin shitjen e drogës pa rrezikuar, në përputhje me dinamikën mafioze të kontrollit të aktiviteteve të palishme në territoret e hegemonisë së klanit. 2 është klani Parizi. Domenico Milella, sërish i lidhur me këtë klan, e ka përshkruar si një klan mafios që vepron në territorin e Barit. Klani Parizi drejtohet nga Savino Parizi, i njohur ndryshe si Savinuccio. Ai cilësohet si një nga bosët e Camorrës së re në Puglia dhe më pas bashkëpunoi me organizatën kriminale Sacra Corona Unita dhe që prej vitit 1986 u shkëput duke krijuar klanin e tij të pavarur Parizi me qendër kryesore lagjen Japigja në Bari. Savinuccio shpejt u bë krahu i djathtë
i Francesco Biancolit, i njohur si Il Dado, i konsideruar nga autoritetet italiane si shefi i parë i vërtet i vendit të krimit në Bari, si dhe kontrollonte lokalet e lojrave të fatit dhe trafikun e drogës në lagjen Libertà gjatë viteve 80. Dosja italiane Ura përmend se individ dhe grupe të lidhura me klanin Parisi janë të përfshirë në trafikun e drogës dhe më konkretisht, grupi Cassano i përfshirë Ottavio Cassano dhe vëllezërit e tij, të njohur si Capitano dhe Il Professore, përshkruhet si i lidhur me klanin Parisi, si dhe i përfshirë në aktivitetet e trafikut të drogës. Ky grup vepronte në zona si Santeramo dhe Bernalda. Kjo lidhje sugjeron që klani Parisi përfiton ose është i përfshirë në aktivitetet e trafikut të drogës të kryera nga grupet e lidhura me të cilat veprojnë brenda rrjetit të furnizimit nga Shqipëria. Savino Parisi, pas disa ndalimeve, u arrestua më në fund, me 9 mars të vitit 2016 dhe që atëherë ka qenë në burg me dënime të gjata për të vuajtur, që nga viti 2017. Savino Parisi e ka bashkuar klanin e tij me atë të krahut të tij të djathtë, Eugenio Palermiti, gjë që e ka bërë klanin, i cili tani drejtohet nga 2 bosët, një nga grupet kriminale më të fuqishme në të gjithë Puljan, Palermiti Parisi. Një prej burimeve të hetimit përmend Giovanni Signorellen si të përfshirë brenda klanit Palermiti Parisi, i cili u zhvillua midis viteve 2017 dhe viteve 2018. Kjo sugjeron sipas hetuesve një bashkim ose mbivendosje të mundshme midis klaneve Palermiti dhe Parisi gjatë një periudhe të caktuar, të cilat të dyja përshkruan si klane mafioze në Bari të përfshira në trafikun e drogës, duke qenë se burimet ofrojnë informacion të detajuar rreth lidhjeve dhe transaksioneve të drejtpërdrejta të klanit Palermiti me furnizuesit shqiptar për sasi të mëdha droge. Kjo mbivendosje e mundshme ose operacion i përbashkët do ta lidhte indirekt klanin Parisi me këtë zinxhir furnizimi me origjinë nga Shqipëria. Kush është bosi shqiptari i narkotrafikut? Sipas hetimeve italiane dhe dosjes prej 1353 faqesh, individi identifikuar si një figurë kryesore Big Boss ose shefi i madh i grupit kriminal shqiptar të diskutuar në këtë dosje është Xhevdet Troplini, i njohur me pseudonimin Poja, për të cilin deri në këtë momente që flasim, as nga autoritetet italiane dhe as nga ato shqiptare nuk është ngritur ndonjë akuzë penale. Ja një ndarje e rolit dhe rëndësisë së tij sipas dosjes dhe autoriteteve italiane. Udhëheqësi i një grupi të madh kriminal shqiptar është Xhevdet Troplini dhe përmendet në mënyrë eksplicite si kreu i këtij grupi të rëndësishëm kriminal me qendër në Durrës. Bashkëpunëtori i drejtësisë Nureddin Dumani ka deklaruar se grupi Xhevdet Troplinit Pojës u bë Gruppo più grande, grupi më i madh të paktën në qytetin e Durrësit në vitet e fundit. Përfshirja e këtij grupi në trafikimin ndërkombëtar të drogës. Grupi i tij është qendror në operacionet ndërkombëtare të trafikimit të drogës, të detajuara në burime dhe informacione duke u marrë si me heroin, ashtu dhe me kokainë. Ndikimi dhe pushteti. Nureddin Dumani e ka përshkruar grupin e udhëhequr nga Xhevdet Troplini Poja si një nga grupet më të fuqishme që nga viti 2010 deri në vitin 2013 e deri në ditët e sot. Lidhja me Elvis Doçin. Burimet sqarojnë marrëdhënien midis Xhevdet Troplinit Pojës dhe Elvis Doçit, i njohur si visi i Pojës. Nureddin Dumani fillimisht ju referua Elvis Doçit si djali i Xhevdet Troplinit, por më vonë sqaroi se nëna e Elvis Doçit është motra e Xhevdet Troplinit. Kështu Elvis Doçi, visi i Pojës, është nipi i Xhevdet Troplinit. Elvis Doçi është një figurë kyçe dhe negociator brenda grupit të madh të dajës së tij. Fusha e operacioneve. Aktivitetet e grupit ushtrin ndërkombëtarisht me përmendje të operacioneve ose pranisë në vende duke përfshirë Gjermaninë dhe Italinë, duke deklaruar konkretisht se në Gjermani, Itali dhe Hamburg ata pothuajse
pushtuan të gjithë qytetin, duke treguar kontroll ose ndikim të konsiderueshëm territorial në tregjet e drogës në ato zona. Sipas autoriteteve italiane, deklaratat e bashkëpunëtorit të drejtësisë Nureddin Dumani ishin veçanërisht të rëndësishme në identifikimin dhe detajimin e rolit të Gjevdet Troplinit si udhëheqës i kësaj strukture të fuqishme kriminale shqiptare. Gjevdet Troplini, aktualisht 59 vjeç, është një person me background të mëparshëm kriminal në fushën e narkotrafikimit të heroinës drejt barit, që prej vitit 2004-2006. Me 17 janar të vitit 2006, ai u arrestua si dyshuar i përfshirë në trafikimin e heroinës drejt barit në Itali në banesën e tij në Shkozet të Durrësit. Policia në atë kohë kapi një shumë prej 400 milion lekësh kesh, ndërsa 2 persona të tjerë u kapën në Bari me një ngarkesë heroine që kapte vlerën e 2.5 milion eurove. Pas daljes nga burgu, Gjevdet Troplini u mor me biznes të lishëm dhe u dallua për afërsinë e tij me politikën. Gjatë vitit 2016, ai shihet në kompleksin e Pularis Ovital në Shkozet të Durrësit në një aktivitet të Ministrisë së Bujqësisë në inaugurimin e biznesit të tij të vezëve. Në foto shihet se ai është pranë i shkreut të kuvendit të kohës Ilir Meta, ministrit të bujqësisë Edmond Panariti dhe Ergjys Agasit, kreu i Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit në atë kohë. Aktualisht, përflitet se është pranë partisë në pushtet, Partia Socialiste. Kreu i opozitës aktuale Sali Berisha e akuzoi Gjevdet Troplinin dhe klanin e tij si ndikues në përzgjedhjen e Arkend Ballës si deputet në qarkun e Durrësit nën siglën e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 maj 2025. Gjatë viteve 2015-2017 është e njohur për publikun përplasja e grupit të Gjevdet Troplinit me atë të Emiliano Shullazit, ku mes palve gjatë kësaj periudhe pati dhe viktima. Pas kësaj periudhe, grupi i tij nuk kishte rival dhe u konsolidua më tej edhe me mbështetjen e politikës ku Ergjys Agasi i shkrehu i djathi Ilir Metës, aktualisht shumë pranë kryeministrit Rama, është akuzuar si ndërmjetës dhe koordinator mes grupit të Troplinit dhe partisë në pushtet. Kush janë 3 bashkëpunëtorët e drejtësisë mes Shqipërisë dhe Italisë që çmontuan 3 klanet e fuqishme bazuar në dosjen italiane të hetimit, individët e identifikuar si bashkëpunëtor të drejtësisë ose të penduar janë Domenico Milella. Ai identifikohet në mënyrë të qartë si një i penduar bashkëpunëtor i drejtësisë. Ai përshkruhet si në krye të klanit Palermiti në Bari. Deklaratat e tij thuhet se kanë ofruar njohuri të vlefshme mbi strukturën dhe operacionet e anës italiane të rrjetit kriminal. Domenico Milella përshkroi klanin Palermiti duke marrë kokainën direkt nga visi i Pojës. Deklaratat e tij së bashku me ato të bashkëpunëtorëve të tjerë u konsideruan të rëndësishme për zbulimin e palishmërisë të aktiviteteve dhe rrethanave kontestuese. Bashkëpunimi i tij çoi në sekuestrimin e 7 paletave me heroin. Domenico Milella dha informacion në lidhje dhe me operacionet e klanit Palermiti duke përfshirë marrjen e drogës nga furnizuesit shqiptar. Ai ju referua konkretisht kreut të grupit Palermiti, Eugenio Palermiti, duke treguar pozicionin dhe njohuritë e tij brenda klanit. Ai detajoi diskutimet në lidhje me vjedhjen e ngarkesës së drogës të përmendur në dosje për gjatë vitit 2018, që përfshinte grupin Palermiti dhe furnizuesit shqiptar. Ai konfirmoi se klani italian merrte kokainë edhe nga Adi Çopa dhe nga Erigel Spresi, duke theksuar marrëdhënien e drejt për drejt mes tyre. I dyti është Nureddin Dumani, identifikohet si një bashkëpunëtor i drejtësisë shqiptare dhe deklaratat e tij ishin veçanërisht të rëndësishme në identifikimin dhe përshkrimin e grupit kriminal shqiptar
të udhëhequr nga Xhevdet Troplini Poja. Nureddin Dumani i detajoi në mënyrë specifike rolet e Xhevdet Troplinit si udhëheqës i këtij grupi të fuqishëm shqiptar dhe visit të Pojës ose Elvis Doçit si një figurë e rëndësishme dhe negociator brenda atij grupi. Ai e përshkroi Elvis Doçin si pjesë e këtij grupi të madh dhe një nga individët më të fuqishëm brenda kësaj organizate. Ai dha një informacion në lidhje me operacionet ndërkombëtare të grupit, duke përfshirë trafikimin e heroinës dhe kokainës dhe ndikimin e tyre në zona si Gjermania dhe Italia. Nureddin Dumani përmendi gjithashtu njohjet e tij për Adi Çobën. I treti nga të penduarit është Luigi Sforza. Identifikohet si një bashkëpunëtor i drejtësisë italiane dhe filloi të bashkëpunonte në gusht të vitit 2020. Ai dëshmoi se kishte blerë personalisht drogë nga një shtetas shqiptar, i cili më pas u identifikua si Skënder Istrefi. Luigi Sforza e përshkroi Skënder Istrefin si furnizues të kokainës nga Amsterdami. Ai tregoi përvojat e tij në lidhje me trafikimin e drogës, duke përfshirë takimin me Skënderin në Amsterdam dhe diskutimet rreth çmimeve të drogës. Deklaratat e tij çuan në identifikimin e Michele Acquavia dhe Lorenzo Sordo si individ të lidhur me shpërndarjen e drogës me origjinë nga Skënder Istrefi. Sforza dha informacion në lidhje me marrjen e heroinës nga Shqipëria, nga Gianni Di Cosimo. Sipas autoriteteve italiane, këta bashkëpunëtor të drejtësisë dhanë informacion të rëndësishëm, shpesh herë të qartë, të nxjerrë nga përfshirja e tyre e drejt për drejt dhe e njohuritë e aktiviteteve, strukturave dhe individëve kriminal brenda grupeve të krimit të organizuar italian, kryesisht klani Palermiti dhe ai shqiptar. Deklaratat e tyre ndihmuan në rindërtimin e ngjarjeve, identifikimin e pjesëmarrësve dhe vërtetimin e provave të mbledhura përmes mjeteve të tjera hetimore, siç janë komunikimet e përgjuara. Elvis Doçi, nipi i Xhevdet Troplinit, pjesë e të hetuarve për dosjen Ura. Nga hetimi i përbashkët mes autoriteteve gjyqësore italiane dhe shqiptare, Elvis Doçi, aktualisht 47 vjeç, i njohur me pseudonimin Visi i Pojës, identifikohet si një figurë e rëndësishme brenda rrjetit ndërkombëtar të trafikimit të drogës nën hetim në operacionin Ura. Ja një ndarje e rolit dhe ndikimit të tij, identiteti dhe lidhja. Ai është i listuar midis individëve nën hetim. Ai është i lidhur fort me figurën kriminale Xhevdet Troplini dhe si pjesë përbërëse e grupit të tij. Bashkëpunëtori i drejtësisë Nureddin Dumani e ka identifikuar Elvis Doçin si nipin e Xhevdetit, gjithashtu i lidhur me Adi Çobën dhe Gertina Liun. Roli i tij në trafikimin e drogës. Ai është i përfshirë në mënyrë aktive në trafikimin ndërkombëtar të kokainës dhe heroinës. Ai vepronte si pjesë e rrjetit të importimit të drogës nga Shqipëria në Itali, konkretisht në zonën e Barit. Ai akuzohet konkretisht për pjesëmarrje në organizatën kriminale dhe importim të lëndëve narkotike. Akuza e përfshin dhe në importin e 8 kg kokainë nga Shqipëria në mola të Barit. Ai u përshkrua nga Nureddin Dumani si një negociator i mirë, duke treguar dhe për rolin e rëndësishëm në organizimin e marrëveshjeve të drogës. Sipas Nureddin Dumanit, ai Elvis Doçi është i përfshirë në trafikimin e heroinës, fillimisht rreth viteve 2010-2013, por më vonë kaloi në kokainë sepse nuk paguhej shumë për heroinën. Raportohet se ai ka vepruar në shumë vende, përfshirë Gjermaninë, Shqipërinë dhe Italinë. Bisedat që i atribuohen atij diskutojnë sasitë, çmimet dhe fitimet që lidhen me transaksionet e drogës. Ndikimi i tij në grupin në të cilin ai bën pjesë, i udhëhequr nga daja i tij, u përshkrua nga Nureddin Dumani si shumë i madh dhe më i fuqishëm. Nureddin Dumani deklaroi se ky grup
aktualisht kontrollon Durrësin. Përshkrimi i Elvis Doçit si një negociator i mirë nuk kupton se ai kishte ndikim të rëndësishëm në fazën kritike të përcaktimit të çmimit dhe finalizimit të marrëveshjeve. Në një bisedë të cituar nga hetuesit ka një referencë për Elvis Doçin dhe Bazholin Adi Çobën si djent me shumë lek. Kjo sugjeron se ai ishte i përfshirë në përgjegjësi të konsiderueshme operative brenda rrjetit, ndoshta të lidhura dhe me logjistikën, shpërndarjen ose trajtimin e dërgesave në vend që të ishte një figurë kryesore. Diskutimet e tij rreth sasive të mëdha, për shembull çmimi prej 37.000 euro për kilogram për kokainë dhe fitimeve, nënvizojnë më tej rëndësinë e tij në aspektet financiare dhe operative të trafikimit. Në përmbledhje, thonë autoritetet italiane, Elvis Doçi është një operator dhe negociator i rëndësishëm brenda grupit fuqishëm Tropline, duke importuar sasi të konsiderueshme kokaine dhe heroine nga Shqipëria në Itali, duke luajtur një rol vendimtar në aspektet logjistike dhe financiare të operacionit kriminal dhe duke qenë i lidhur ngushtë me udhëheqësin e grupit. Roli i Adi Çobës në trafikun e drogës drejt barit. Adi Çoba luan një rol të rëndësishëm dhe shumë planësh brenda rrjetit ndërkombëtar të trafikimit të drogës, të hetuar si pjesë e operacionit Ura. Ja një përmbledhje e rolit të tij, një figurë kyçe në zinxhirin e furnizimit në Shqipëri. Adi Çoba identifikohet si një figurë qendrore në furnizimin e sasive të mëdha të drogës, veçanërisht të kokainës dhe heroinës nga Shqipëria në Itali. Lidhja e tij me grupin Tropline. Ai është i lidhur me grupin e fuqishëm kriminal Xhevdet Tropline me seli në Durrës. Rolet e tij specifike përfshin të qenurit një promovues i cilësisë dhe i sasisë, një marrës dhe një importues i kokainës dhe heroinës në Itali. Ai përshkruhet gjithashtu si personi që drejton aktivitetet shqiptare që lidhen me këtë trafikim. Përdorimi i komunikimeve të koduara, ashtu si figurat e tjera të rëndësishme në rrjet, Adi Çoba përdori gjërësisht platformën e koduar të bisedave Sky ICC për të koordinuar dhe të komunikuar në lidhje me dërgesat dhe transaksionet e drogës. Pseudonime të shumë fishta. Ai njihet dhe përmendet me disa nofka, duke përfshirë Bazholi, Bestia, Çiçone, Gipsi dhe Marko, furnizues i klanit Palermiti. Burimet deklarojnë në mënyrë të qartë se Adi Çoba ishte furnizues për grupet kriminale italiane, përfshirë klanin Palermiti në Bari. Bashkëpunëtori i drejtësisë, Domenico Milella, i cili ishte i lidhur me klanin Palermiti, konfirmoi se klani merrte drogë nga furnizuesit shqiptar përmes individëve të lidhur me Adi Çobën. Dërgesat specifike të destinuara për grupin Palermiti, duke përfshirë një sasi të konsiderueshme prej 15 kg kokainë, e cila u furnizua nga Adi Çoba nëpërmjet Rigel Spresit dhe Agron Ganajt. Përfshirja në dërgesat e drogës. Adi Çoba ishte i përfshirë në transaksione të shumta droga, duke u marrë me sasi të konsiderueshme si kokainë, ashtu dhe heroinë. Sasit specifike të përmendura nga burimet italiane në lidhje me të përfshin 15 kg kokainë, 3 kg kokainë, 7 kg heroinë, 12 kg heroinë, 9.5 kg heroinë, 500 g heroinë, 2 kg kokainë dhe 18.5 kg heroinë, ndër të tjera. U vure gjithashtu një sasi e madhe heroine, 21 kg, e gjetur në dispozicion të tij. Drejtimi i operacioneve kriminale në Itali. Burimet tregojnë se Adi Çoba, duke dhënë udhëzime dhe duke drejtuar dërgesat e drogës brenda Italisë, duke komunikuar nga Shqipëria nëpërmjet bisedave të koduara. Roli kontradiktor në një grabitje të ndodhur në vitin 2018. Ka informacione kontradiktore në lidhje me rolin e Adi Çobës në grabitjen e 15 kg kokainë të destinuar për klanin Palermiti. Një burim tregon se Adi Çoba organizoi dhe drejtoi vjedhjen,
duke udhëzuar kurrierin të largohej pasi kishte dhe dërgesa të tjera. Megjithatë, burime të tjera pohojnë se grabitja u krye nga persona të panjohur në dëm të klanit Palermit. Lidhja me dhunën. Përdorimi i nofkës Bazholi shoqërohet me aspektin e dhunshëm të operacioneve që ai kryente, i përshkruar në një bisedë rreth kryerjes së punës së ndyrë dhe zhdukjes së njerëzve. Marrëdhënia me individ të tjerë të hetuar. Ai përmendet shpesh në ndërveprimet me figura të tjera të rëndësishme në rrjet, veçanërisht me Erigel Spresin, i njohur me pseudonimet Gelsi, Enrico apo dhe me Nureddin Kiptiun dhe me Agron Ganajn, apo dhe me shtetasin italian Angelo Zanzarelli. Ndërsa burimet e përcaktojnë Adi Çobën si furnizuesin kryesor të drogës nga Shqipëria në Bari, veçanërisht për klanin Palermiti, lidhja e tij e drejt për drejt bashkëpunuese me klanin Parizi nuk është detajuar aq gjerësisht në materialin hetimor, megjithse individ të lidhur me klanin Parizi ishin të përfshirë në trafikimin e drogës brenda të njëjtit rrjet të përgjithshëm duke marrë drogë nga Shqipëria. Përçarja e grupit dhe krijimi një grupi autonom. Referuar autoriteteve italiane, hetimet na kanë lejuar të kuptojmë evolucionin e marrëdhënieve midis të dyshuarve dhe të dokumentojmë lindjen dhe funksionimin e një grupi të organizuar autonom të dedikuar për trafikimin e drogës, i cili lindi, thonë autoritetet italiane, nga përçarja e brendshme e disa antarëve të grupit origjinal, të cilët duke përfituar nga kontributi pjesëmarrës i subjekteve të tjera, si dhe kontributi qëndrueshëm i disa subjekteve që i përkasin organizatave kriminale autonome të kryesuara nga trafikantë shqiptar të drogës dhe që veprojnë në më shumë se një shtet, kanë vepruar në mënyrë të qëndrueshme. Të ardhurat nga marrëveshjet e drogës të mbledhura në Itali nga vetë Erigel Spresi, Nureddin Kiptiu dhe Agron Ganaj, pa përfshirë pjesën e tyre dhe kosto shtesë që lidhen me fshehjen e drogës ose blerjen e agentit prerës, dërgoheshin në mënyrë klandestine her pas here te Adi Çoba në Shqipëri, duke përfituar sistematikisht nga bashkëfaqësia e shoferëve të autobusëve të një kompanie shqiptare, Firenze Lines, e cila operon linjën e përditshme midis Shqipërisë dhe Italisë. Hetimi ka lejuar të dokumentohet një distancim progresiv në terma penal të Erigel Spresit nga Adi Çoba, për shkak të dëshirës së Erigel Spresit për të siguruar sasi më të mëdha droge duke rritur të ardhurat e tij, krahasuar me ato të fituara brenda organizatës së udhëhequr nga Adi Çoba. Në këtë perspektivë, së bashku me dajen e tij, Genci Telollari dhe bashkombasin e tij, Gertin Aliu, Presi krijoi gradualisht kanale të pavarura furnizimi me heroin të pastër nga Shqipëria, të cilat i atribuohen organizatës së kryesuar nga trafikanti shqiptar i drogës Redi Tusha, si dhe grupeve të tjera kriminale që veprojnë midis Shqipërisë dhe Italisë, të cilat i atribuohen shtetasve shqiptar Pirro Çapi, i njohur ndryshe si Spiro, dhe Orges Molla, i njohur ndryshe si Gesi. Këto grupe, siç deklaruan vetë të dyshuarit gjatë përgjimeve ose bisedave të përftuara, janë të angazhuar zakonisht në marrjen e heroinës së pastër, kryesisht nga Turqia, dhe sjelljen e saj në Itali nëpërmjet korrierëve normalisht të punësuar si shofer kamionësh ose punëtor detar në bordin e tragedeve që lidhin Durrësin dhe Barin. Lidhur me metodat e furnizimit me heroin nga Shqipëria, janë shfaqur gjithashtu marrëdhënie të rëndësishme që synojnë zbatimin e furnizimeve me heroin dhe kokain për të importuar në Itali midis Adi Çobës dhe shtetasit shqiptar Elvis Doçi. Grabitja e 15 kg kokaine, e cila ishte e destinuar për klanin Palermiti, ndodhi me 14 korrik 2018 në mola të Barit, në rreth orës 19. Rrethanat e përshkruara janë se 15 kg kokaine referuar si kokaine pastër po transportoheshin në një automjet Renault Clio,
Kjo ngarkesë droge ishte e destinuar për klanin Palermiti Millela. Sipas burimeve, Erigel Spresi dhe Agron Ganaj ishin të përfshirë në këtë transport. Ata ishin në procesin e transferimit të kokainës nga automjeti me fund të dyfisht të fshehjes së lëndës narkotike i drejtuar nga Agron Ganaj, i cili kishte mbërritur nga Vlora në shtëpinë e Erigel Spresit. Ishte gjatë këtij transferimi që ata ju nënshtruan një grabitje të dhunshme nga dy individ të panjohur me maska. Siç del nga bisedat e dokumentuara mes palëve, Erigel Spresi kishte njohur njërin nga të dy sulmuesit duke dyshuar se mund të kishte qenë Mimo, pra Domenico Millela, i cili në atë kohë i përkiste klanit mafios Palermiti, që vepronte në lagjen e Piggia të Barit. Megjithse vajte në shtëpinë e Mimos për të mësuar më shumë, grabitja e kësaj sasie kokaine mbeti e pazbuluar për antarët e grupit. Pavarësisht ngjarjes, Agron Ganaj dhe Erigel Spresi ishin dhe vijuan të qëndronin partner të ngushtë në aktivitetin e trafikimit të drogës dhe Ganaj që shpesh vepronte si transportues dhe Presi si një marrës dhe trajtues kryesor në Itali. Me gjithë punën, disa vjeçare të ekipit të përbashkët hetimor shqiptaro-italian, provat më të shumta u mblodhën për shoferët e autobusëve dhe për korrierët e drogës sesa për bosët e vërtet, financuesit dhe koordinatorët kryesor të trafikimit të heroinës dhe kokainës. Drejtuesit shqiptar të aktivitetit kriminal, megjithse përmenden në dosje ose ndaj tyre nuk është arritur të ngrihet akuzë ose pjesa tjetër ka arritur t'i shpëtoj prangave duke qenë një hap para organeve ligjzbatuese. Një pikpyetje u ngrit pas konferencës pompoze në Tiranë dhe për kohën efektive të zbatimit të urdhër arresteve dhe zvarritjen thuajse 2 mujore që nga koha e kërkesës paraprake të prokurorisë së posaçme tek vendimi i gjykatës dhe ekzekutimi i urdhrave. Masa e arrestit për operacionin Ura u kërkua me 19 mars 2025, u aprovua me 30 prill 2025 dhe u ekzekutua me 20 maj 2025, pra 62 ditë nga kërkesa fillestare e SPAR, ndërsa urdhri për masat e sigurisë nga gjykata e Barit u lëshua me 21 shkurt 2025. Ish ministri i drejtësisë Eduard Halimi në lidhje me këtë fakt u shpreh në profilin e tij në Facebook se drejtësia nuk mjafton të jetë kurrë vetëm formalisht korrekte. Ajo duhet të jetë edhe në kohë efektive dhe pa ndikuar nga rrethana politike apo kalkulime elektorale. Në përfundim, Prokuroria e Barit dhe Drejtoria Antimafjas në Itali shpjegojnë se Ura ishte një tjetër operacion i përbashkët me autoritetet shqiptare pas operacioneve të mëparshme të quajtura Shefi, Kulmi, Zemra dhe Shpirti, të cilat kanë demonstruar një ekzistencën e organizatave kriminale italo-shqiptare të dedikuara për trafikimin e drogës që veprojnë në territorin italian, në veçanti, ndër të tjera në territoret e Barit dhe provincave, të cilat janë në jurisdiksionin territorial të Drejtorisë Antimafjas së Qark të Barit. Gjë që tregon sipas tyre për kapërcimin cilësor dhe evolucionin veçanërisht nga pikpamja e përdorimit të teknologjive dhe mjeteve të tjera për efikasitet të aktivitetit palishëm, trafikimit të drogës, historikisht terren i zgjedhur dhe aktiviteti kryesor dhe më fitimprurës i organizatave kriminale lokale që veprojnë në territor. Megjithatë, thonë hetuesit italian, për këtë evolucion vënë në duke kontributin vendimtar dhe njohurit e trafikantëve shqiptar të drogës, kanalet e furnizimit me narkotik dhe mjetet teknologjike. Tani e transformuar në një aktivitet të globalizuar, të delokalizuar dhe më fitimprurës pasi është i aftë të maksimizojë fitimet dhe duke përdorur në mënyrë të përhershme mjetet teknologjike të përparuar, përdorimi të cilave kërkohet edhe nga kufizimi i udhëtimit për shkak të masave anti-Covid për gjatë viteve 2020-2021, si dhe kapacitetit të jashtëzakonshëm sipërmarrës të organizatës dhe antarëve të tyre që janë integruar plotësisht në strukturën shoqërore italiane, duke shfrytzuar gjithashtu kontributin e individëve të dyshimt, siç u përcaktua dhe nga dëshmitari i mbrojturi i drejtësisë Domenico Millela, ku i referohej Erigel Spresit. Në të njëjtën kohë të krijojnë marrëdhënie të largta, të qëndrueshme, afatgjata dhe fitimprurëse me sipërmarrësit shqiptar të trafikut të drogës dhe të një strukture organizative të rrënjosur thellë
dhe të qëndrueshme, të testuar, të efektshme dhe efikase, funksionale për të siguruar kontakte të shpejta dhe të sigurta midis anëtarëve të saj, duke thyer barrierat hapësinore dhe kronologjike, duke kufizuar në të njëjtën kohë rreziqet që rrjedhin nga kontrollet e forcave të policisë gjatë takimeve ballë për ballë midis pjesëmarrësve. Tani, të kufizuara vetëm në shpërndarjen e materialeve të lëndës narkotike për shpërndarjen e mëvonshme. Vetëm hetimet komplekse dhe të qarta, thon hetuesit italian, të kryera përmes blerjes në bazë të një urdhri evropian të çelësave të dëshifrimit të bisedave të koduara SkyCC, në fakt kanë lejuar të heqin velin nga metodat aktuale të operimit të trafikut të drogës, të përhapura në nivel global dhe madje dhe më të fshehta dhe më fitimpruese si rezultat i ndërthurjes osmotike midis inovacionit, duke i referuar teknologjisë dhe traditës arkaike në lidhje me qëllimet dhe modalitetet e aktivitetit. Në këtë aspekt të fundit, përballë efikasitetit dhe inovacionit të metodave operative dhe organizative të trafikimit të drogës nga ana tjetër, është shfaqur dhe konotacioni territorial, tradicional, bazuar në kontrollin e domosdoshëm të aktiviteteve të palishme të kryera në territorin e kompetencës, nga organizatat historike kriminale lokale të përfshira në trafikimin e drogës dhe në veçanti nga grupi mafioz i drejtuar nga Eugenio Palermiti, i cili ka siguruar mbrojtjen dhe përrjedhoi miratimin e tij për kryerjen e aktiviteteve të trafikimit të drogës në territorin e kompetencës së tij penale, si një burim fitimprues të ardhurash për vetë organizatën mafioze, e cila si një janus me dy fytyra, nga njëra anë ka lejuar veten të përshkohet nga shtytjet inovative të mbrojtura nga organizatat kriminale të huaja e veçanërisht ato shqiptare, duke toleruar praninë e tyre në territor dhe nga ana tjetër ka ndjer nevojën për të riafirmuar praninë e saj historike në territor, duke autorizuar qytetarët të kryejnë trafik droge. Prandaj shqiptarët vepronin sigurisht jo sepse motivoheshin nga qëllime filantropike, thon autoritetet italiane, por me qëllimin përfundimtar të rritjes së mëtejshme të fuqisë së tyre ekonomike dhe të sundimit të tyre mbi territorin. Prova për këtë mund të gjendet në shumë shembuj të përmendura nga dëshmitarët e mbrojtur të drejtësisë, të cilët kanë dëshmuar edhe për heqjen mashtruese ose të dhunshme të ngarkesës së drogës shtetësve shqiptar, një praktike përsëritur siç shpjegohet veçanërisht nga Domenico Milella, që synon sipas tij qëllimin e dyfish të sigurimit që klani mafios të kurse kostot për blerjen e drogës dhe të kundërshtimit të zgjerimit të organizatave shqiptare të dedikuara për trafikimin e drogës në territorin italian. Bashkëtesa e organizatave kriminale italiane dhe shqiptare dhe sinergjia operative midis individëve që i përkasin organizatave të ndryshme kriminale italiane dhe shqiptare, thon autoritetet italiana, kërkojnë përpara së gjithash adresimin e çështjeve që lidhen me jurisdiksionin dhe kompetencën territoriale. Përmbledhje e detajeve të operacionit Ura sipas autoriteteve shqiptare dhe më konkretisht SPAK, ku thuhet se gjatë hetimeve të zhvilluar në periudhën 2020-2025 janë dokumentuar 40 episode të trafikimit lëndëve narkotike, përfshirë dhe sekuestrimin e sasive të konsiderueshme të heroinës, kokainës në Shqipëri, Itali dhe në vende të tjera të Evropës. Një nga episodet përfshinte transportin e 250 kg heroin dhe kokainë në bari përmes korrierëve ndërkombëtar. Sekuestrimet e pasurive janë kryer paralelisht të SPAK në 2 vendet dhe përfshin në Shqipëri 2 kompani ndërtimi, 4 shoqëri tregtare dhe restorante, një agjenci pasurish të paluajtshme, një televizion kablor, automjete luksoze, para kesh e tjerë. Më parë, gjatë hetimeve janë sekuestruar në Shqipëri 3 milion euro kesh, ndërsa në Itali janë sekuestruar 9 apartamente, 4 kompani, 7 llogari bankare, 3 automjete të sekuestruar në kuadër të masës së sekuestros preventive dhe hetimet janë bazuar në metoda të avancuara, thot SPAK, hetimore si përgjigje telefonike dhe ambientale, regjistrime video, vëzhgime dhe kontrolle, analiza të komunikimeve të koduara nëpërmjet platformës SkyCC, dëshmi të 3 bashkëpunëtorëve të drejtësisë. Autoritetet evidentuan se pagesat për lëndët narkotike
kryheshin nga Italia drejt Shqipërisë përmes shoferëve të linjave ndërkombëtare të autobusëve, ndërsa vlera totale e transaksioneve të drogave e dokumentuar arrin në 4.5 milion euro. Gjithashtu është dokumentuar dhe transferimi i mbi $500.000 nga Shqipëria drejt Amerikës Latine si parapagim për një sasi prej 500 kg kokainë që nisej nga Guayaquil i Ekuadorit. Operacioni rezultoi në 52 masa sigurimi personale dhe përkatësisht 29 masa sigurimi të vendosura nga gjykata e posaçme për anëtarë të grupeve kriminale që vepronin në Shqipëri. Një urdhër ndalimi i lëshuar nga prokuroria e posaçme, 22 masa sigurimi të vendosura nga gjykata e Barit në Itali.